Territori i Kosovës për datën 18 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht freskuese me mod që do të ndryshojë midis vranësirave dhe intervaleve me diell por pa rreshje të mëdha. Gjatë paradites mund të ketë vranësira të her pas hershme ndërsa pasdite intervale me diell në shumë rajone. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 18 tetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 18 tetor do të jetë në orën 6:45 ndërsa perëndimi në orën 17:56 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 6 deri në 15 gradë Celsius. Podujev 6 deri në 15 gradë Celsius. Skënderaj 6 deri në 15 gradë Celsius. Pej 8 deri në 16 gradë Celsius. Prishtinë 5 deri në 16 gradë Celsius. Gjakov 7 deri në 16 gradë Celsius. Malishev 6 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan 6 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj 6 deri në 15 gradë Celsius. Kaçanik 6 deri në 15 gradë Celsius. Suharek 7 deri në 16 gradë Celsius. Prizren 8 deri në 16 gradë Celsius.